Në gjykatën e krimeve të rënda është zhvilluar sot seanca e radhës e procesit ndaj Erben Frokut, i akuzuar për vrasjen e ish kryekomisar Dritan Lamaj. Në fjalën e tij, avokati i mbrojtës krahas pyetjeve të dëshmitarëve, kërkoi që të bëhet një eksperiment për kohëzgjatjen e udhëtimit me makinë nga Tirana në Korçë, sipas itinerarit që vetë Froku pretendon se ka ndjekur natën e vrasjes. Avokati ka cilësuar si kontradiktore dhe deklarimet e dëshmitarit të mbrojtur, i cili sipas prokurorisë ka identifikuar Frokun si pjesëmarrës në vrasjen e Lamajt. Për këtë arsye, mbrojtja ka kërkuar të shohë edhe një herë dosjen e prokurorisë për këtë person, ndërsa prokurori i çështjes i ka quajtur aludime pretendimet e mbrojtjes. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen në ngarkim të Gjergji Thimios dhe Arben Spahos, të akuzuar për veprat penale të vjedhjes së veprave të artit dhe kulturës, kryer në bashkëpunim. Sipas prokurorisë, gjatë hetimit ka rezultuar e provuar se dy shtetasit kanë bashkëpunuar në kryerjen e veprës penale të vjedhjes së veprave të artit në sasi të mëdha. Prokuroria arriti të provojë se një pjesë e madhe e objekteve të gjendura në ambiente që administroheshin nga shtetasit Thimio dhe Spaho rezultojnë të vjedhura nga disa objekte fetare dhe kulti në zona të ndryshme të Shqipërisë. Ndërkohë, Prokuroria e Tiranës ka veçuar çështjen dhe po vijon hetimet për të zbuluar se ku gjenden 78 ikona, të cilat kanë qenë të pajisura me pasaport nga shtetasi Gjergji Thimio dhe nuk janë në koleksionin e tij. Dosja e korrupsionit në gjykatën e Pukus, ku janë të akuzuar ish gjyqtari Shtjefën Leshi, prokurori Pollum Prençi dhe 5 të akuzuar të tjerë, denoncuar në media, do të transferohet në gjykatën e Shkodrës. Kjo është vendosur sot në gjykatën penale të kryeqytetit nga gjyqtari i çështjes Lazar Sallaku. Arestimi i tyre erdhi pas një denoncimi publik, ku të pandehurit u filmuan gjatë marrjes një rishfeti në këmbim të lirimit të një të arrestuari.